Vendosni gjethet e lakrës sipër gjurit dhe largoni të nesërmen në mëngjes. Ja problemit që do të trajtoni. Lakra është ndër perimet më ushqyes të rëndësishëm që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin ushqimor, sidomos gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, kriprave minerale, përbërësve me veti antibakteriale dhe antiinflamatore, që e bëjnë atë një prej recetave më të dobishme që mund të na ofrojë nëna natyrë. Për shumë shekuj me radhë, kur teknologjia dhe zhvillimi farmaceutik nuk ishin në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të trajtuar një sër komplikacionesh. Mjekësia alternative i është rikthyer sërish këtyre teknikave dhe ka zbuluar rezultate me të vërtet mbreslënse. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ja çfarë ndodh nëse mbështillni pjesë të caktuara të trupit me gjethet e lakrës. Sipas Healthline do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore të saj. Lehtëson artritin dhe dhimbjet e reumatizmës. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjet e artritit dhe ato të reumatizmës është duke vendosur në kyçet tuaja, sidomos të duarve, të gjunjve ose të këmbëve, gjethet e lakrës. Mbështjellini më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lini që të veprojë gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vijë re menjëherë pas një jave, dhe gjithashtu përfitimet që do të keni prej kësaj recete do të jenë të menjëhershme dhe në dobi të shëndetit tuaj. Gjethet e lakrës mund i përdorni kur keni ndryllur kyçin e dorës, të këmbës ose edhe pjesë të ndryshme të trupit. Kujdo që i ka ndodhur të ndryllë kyçin, nuk mund ta përshkruaj dhimbjen që ndjen në ato momente, edhe pse shpeshherë ajo thuhet se mund të vendoset kubeta akullit në vendin e ndrydhur, në të vërtetë mund t'i mbështillni ato me gjethet e lakrës dhe ta lini që të pushojë. Më pas, ndërroni gjethet dhe përsëriteni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Kjo është një mënyrë alternative që do ju ndihmojë ndjeshëm kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët. Mbani larg infeksionet të ndryshme. Ju mund të lehtësoni infeksionet të ndryshme të lëkurës duke përdorur gjithashtu gjethet e lakrës, të cilat do t'i japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet të lidhet zona infektuar me gjethe lakre, pasi lëkura ka nevojë të marrë frymë. Ndrojeni gjethen e lakrës të paktën në çdo 2 orë. Gjethet e lakrës janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve siç janë për shembull inflamacionet e gjirit. Nëse jeni një nënë e re dhe po ushqeni të voglën tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here të keni edhe inflamacione të gjinjve. Mjekët rekomandojnë të vendosni një gjethet e lakrës në zonën e prekur. E lini të veprojë për 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Ju mund t'i përdorni gjithashtu gjethet e lakrës kur keni edhe dhimbje të caktuara menstruale, thonjë të hyrë në mish dhe fryrje të këmbëve. Ekspertët shtojnë gjithashtu se shtimi i gjethteve të lakrës në përditshmërinë e dietave tuaja do t'japin rezultate fantastike në këtë aspekt. Kështu, përfitimet dhe vlerat e tyre në dobi të shëndetit do t'jenë të menjëhershme dhe të plota. Gjethet e lakrës përmbajnë element shumë të rëndësishëm të cilat mund t'i japin rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Lakra është një nga perimet të cilat mund të preferohet shumë gjatë stinës së dimrit, por jo vetëm. Ajo bën pjesë në familjen e llojit Brassica, që përfshihet gjithashtu brokoli, lule lakra dhe spinaqi. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme, të kuqe, vjollcë, të bardhë, gjithashtu edhe jeshile. Ndaj përdorimi i tyre me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj, sigurisht që do të jetë një përzgjedhje vendimtare në dobi të shëndetit. Vetë se është shumë e shijshme, lakra është mjaft e mirë në shëndetin ton, pasi ka element të mirë të fibrës, folatit, manganit, kaliumit, zinkut, magnezit, vitaminës B6, vitaminës K, vitaminës C. Përveç kësaj, ajo ka edhe mikronutrient si vitamina A, hekuri dhe riboflavina. Shumë të rëndësishme këto në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Është e rëndësishme që të përdorni gjethen e lakrës si duhet në mënyrë që
ajo t'i jap ndikimin e saj pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët shtojnë gjithashtu se lakra është një nga alternativat më të mira ushqyese. Së bashku me perimet e tjera ajo mund të ofrojë një sër elementësh në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët shtojnë se lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për organizmin në humbjen e kilogramëve të tepërt. Lakra është një perime e mirë për njerëzit të cilët duan të humbasin kilogramët shtesë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan lakër i coptëzuar përmban vetëm 22 kalori. Ajo mban shumë ujë dhe mban të ngopur trupin për më gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin gjithashtu më të hidratuar. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Përfshijeni lakrën në dietën tuaj ditore që mund të ndihmojë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Gjithashtu përmbajtja e lakrës me polifenole të larta ndihmon gjithashtu organizmin në ngritjen e trombociteve dhe redukton presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra ndihmon në uljen e niveleve të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Lakra ndihmon shëndetin tuaj të trurit, duke qenë e pasur me nivele shumë të mira të jodit. Lakra përmirëson funksionin e trurit dhe bën sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike, siç është për shembull sëmundja e Alzheimerit ose çmenduria. Gjithashtu, vitamina K te lakra ndihmon në përmirësimin e funksioneve të përqendrimit mendor. Vitamina K gjithashtu ndihmon në prodhimin e elementeve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka vitaminën B që luan një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore, gjithashtu edhe të kujtesës. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në përmirësimin më të mirë të sistemit tuaj tretës. Nëse doni të përmirësoni sistemin tuaj tretës, përfshijeni lakrën me patjetër në dietën tuaj. Fibrat që gjenden me shumicë tek lakra do të ndihmojnë në promovimin më të mirë të lëvizjeve të rregullta të zorëve. Përmbajtja e ujit tek lakra ndihmon në parandalimin e problemeve siç është për shembull edhe kapslëku. Plus që lakra ka veti shumë të mira antiinflamatore që ndihmojnë në zbutjen e llojeve të ndryshme të problemeve të tretjes, përfshirë këtu edhe probleme siç është për shembull urthi. Lakra ndihmon edhe në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Vetitë antioksiduese të lakrës janë burime potenciale terapeutike për menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit në trup dhe ndihmojnë në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave tek lakra do të ndihmojë në parandalimin e luhatjeve të sheqerit pasi ngadalëson në thithjen e tij. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ajo ka një rol të mirë detoksifikues për organizmin. Lakra është e dobishme për procese natyrale të detoksifikimit të trupit. Fibrat lidhen me toksinat të dëmshme, duke mos lejuar që ta mos absorbohen nga trupi dhe ndihmojnë gjithashtu në heqjen e toksinave si dhe produktet e mbeturinave. Përfshirja e lakrës në regjimin tuaj ushqimor në mënyrë të rregullt do të luajë një efekt pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe mbart vlera të larta ushqyese. Lakra ka një sasi të mirë të disa prej antioksidantëve më të fuqishëm që gjenden në perimet fitonutrient, të tilla siç janë për shembull luteina, zeakanthina dhe element të sulforofanit. Ndaj sigurohuni ta përfshini atë si duhet në dietën tuaj dhe ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i plotë. Ekspertët shtojnë gjithashtu se përfshirja e lakrës në regjimin tuaj ushqimor ditor do të luajë një rol pozitiv në luftën kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e rezistencës së trupit. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do ta pasurojë organizmin tuaj edhe me vitaminën K, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetin tuaj ditor, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.